kush bëri më shumë, Kosova, Shqipëria, për ta lartmu botën mbi standardet e komprometuara të këtij procesi. Për fat e keq Kosova ka qenë e heshtur, siç e thash. Shqipëria është munduar, sepse ju e dini rezoluta e Këshillit të Evropës ka detyruar që hetimet të bëhen edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, për shkak se Shqipëria ishte në thonjza vendi i krimit, ku bëj transplanti, pastaj transporti, afër fushkrujes, në aeroport e tjerë. Dhe këto të gjitha kanë qenë, domethënë, konstruksione të mirë filta të shërbimeve sekrete slave. Shqipëria më vonë e ka kuptuar se dhe deputetet e Shqipërisë në Këshillin e Evropës kanë votuar pro raportit të Dick Martit. Fatkeqësisht, 2-3 kanë qenë kundër. Tash, nuk po du të përmend emrat as subjektet politike që janë përfaqësuar nga Shqipëria në Këshill të Evropës. Por kanë votuar pro raportit. Kryeministri Rama ka qenë më këmbgulsi edhe në takimet qoftë bilaterale, qoftë multilaterale, konferenca të ndryshme, organizime të ndryshme, por ajo që ka qenë më fuqishmja, siç e thash më herët, ka qenë kërkesa e tij që dokumenti i Dick Martit, i formsuar edhe i formalizuar përmes një rezolute që detyronte edhe Shqipërinë dhe Kosovës të lejonin hetimet, ai kërkonte që ajo të abrogohet, të shpallet null. Pavlefshëm, po. Po, e pavlefshme. Kjo nuk ndodhi. Këtë Edi Rama e bëri në prag të asaj që prite që edhe Kosova të bëhet antare. Ishte një fjalim fenomenal dhe u dorëtrokit nga ansamblejistët e Ansamblesë Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Unë besoj që shteti shqiptar në linja ex officio. Paranesh po ndodh turp, ju thamë, në prania këtu, dhe nuk ka kursyer asnjë fjalë zoti Rama. Po, edhe sot e gjithë ditën ai e ka të njëjtin vokabular për sa i përket gjykatës speciale të Kosovës në Hag. Ai unë mendoj se ndoshta për hir të konfidencialitetit në komunikim me palët e treta, unë mendoj se ai ka bërë punë të mëdha. Tash do t'i presim të rezultatet.